Siç thot proverbi, jo çdo metal që shkëlqen është flori. Edhe fushata e zhurmshme e Edi Ramës nuk është entuziaste. Madje situata është vlerësuar e frikshme dhe dramatike nga këshilltarët e huaj elektoral të Edi Ramës. Më shumë se 1/4 e votuesve të PS-s u ka treguar patronazhistëve se nuk kanë ndërmend të dalin në zgjedhje më 11 maj. Këto ua kanë bërë të ditur shumë aktivistë, antarë votues historik të PS-s në disa zona të vendit, por kryesisht në kryeqytet. Kështu, në zonën 7, në zonën 14 dhe në kombinat, deputetëve socialistë u shpërplasur në fytyrë zhgënjimi socialistëve të thjeshtë. Siç mësohet nga burimet tona brenda strukturave socialiste, në zonën e Kasharit ishte dërguar si i deleguar Luan Bregasi, por u largua urgjentisht kur viktimat e tij në Birra Tirana, që janë votues të PS-s, thanë se do ta denigronin publikisht. Kjo bëri që Bregasi të largojë me shpejtësi në momentet e fundit. Në takimin e dieshëm të Cerrikut, Edi Rama përjetoi live protestën e militantëve socialistë për pensionet dhe për farsën e mbështetjes ndaj fermerëve. Drama e madhe është se fshati sot është braktisur totalisht nga të rinjt. Sipërfaqja e mbjellë dhe numri i baktive është zvogluar dramatikisht. E gjithë fabula e rritjes së bujqësisë është një flusk sapuni. Skema e mbështetjes së fermerëve është qesharake, ndërsa në Kosovë, Maqedoninë e Veriut apo edhe në Serbi, një fermer merr nga 650 deri në 1000 euro mbështetje nga shteti për njësi. Në Shqipëri mbështetja është vetëm 150 euro, që nuk sjell asnjë rritje në terren. Paratë ndara në skemën e AZBR-s janë një abuzim i pastër që nuk kanë dhënë asnjë efekt ekonomik në territor. Të gjitha hetimet e nisura në këtë fushë, qoftë nga SPAK, qoftë nga Olafi i Bashkimit Evropian, kanë treguar se kemi të bëjmë me një skem korruptive. Ndërkaq, problemi më i rëndësishëm është ai i legalizimeve, ku banorëve që jetojnë në prona shekullore nuk u jepen letrat pasi u kërkohet vazhdimisht t'ia shesin për troje oligarkëve që e kanë më të thjeshtë, të nxjerrin dokumentacionet e nevojshme. Ka një zhgënjim masiv, sidomos në qarkun Tiranë, për cilin një material i dërguar në zyrën e Edi Ramës e nxjerr se mund të ketë një fiero më të madhe se në 2021-shin. Sipas këtyre materialeve, PS nuk merr më shumë se 17 mandate, edhe pse ndryshe nga 2021-shi, sot ka një opozitë të coptuar. Kjo vjen nga që votuesit socialist nuk do dalin në 11 maj sepse duan t'i japin një mësim arrogancës së pushtetit të Edi Ramës. Nëse realisht ndodh ky fenomen, do të jetë sinjali më i rëndësishëm i një degradimi politik të partisë së Edi Ramës, i cili në fund të fundit shihet në sondazhe, ku pjesa më e madhe e votuesve socialist e votojnë për inerci, por edhe se përballë ka Sali Berishën. E këtu lind pyetja, çfarë do të ndodh pas 11 majit nëse SPAK hap dosje të mëdha të abuzimit të Ramës, ku sipas gjasave edhe Sali Berisha do të jetë jo në konferenca shtypi, por në gjykat. Sipas të gjitha gjasave, pas zgjedhjeve, zë fill revolucioni i vërtet shqiptar.